Rreth 90% e sipërfaqes bujqësore që mbillet çdo vit me misër në bashkinë e Libohovës është tashmë e kultivuar. Kjo shifër tregon për një ritëm të mirë të punimeve bujqësore dhe për angazhimin e fermerëve në sezonin pranveror. Deri në këto kushte që jemi sot, na ka ndihmuar atmosfera. Kemi pluguar, kemi mbjellë në kushte shumë të mira. Inshallah na ndihmoj natyra edhe për vjelje. Sa sipërfaqe mbillni ju me kulturë? Unë për vete time me kulturë misri mbjell deri në 10 hektar. Pastaj ka ca shok që mbjellin dhe më tepër 30-40 sipas vendit që kanë. Për të lehtësuar punën e fermerëve dhe për të garantuar vaditjen e tokave të mbjella, Bashkia Libohov ka ndërhyrë me pastrimin dhe sistemimin e kanaleve ujitës. Qëllimi është të mundësohet një rrjedhje e rregullt e ujit në të gjitha parcelat bujqësore. Ndërhyrjet kryesore në këtë periudhë nga bashkia janë drejtimin e përmirësimit të sistemit ujitës, rregullimin e skemave ujitëse, duke marrë shkak dhe nga përvoja e vitit kaluar, pasi ka pas disa defekte, ne kemi ndërhyrë në rregullimin e këtyre skemave. Në këtë bashki çdo vit mbillen me misër rreth 234 hektar tokë bujqësore. Kjo kulturë mbetet ndër më të përhapurat në zonë dhe luan një rol të rëndësishëm në ekonominë familjare dhe bujqësinë vendase.